qoftë për gjuhën që ka përdorur. Edhe më i përgatitur se Kurti, apo? Në aspektin për me menaxhu, unë besoj që ka qenë një ndër figurat më komplete, sepse edhe gjuha e tij ka qenë gjuhë jashtëzakonisht jo polarizuese, këtu kemi thonë. Po në këtë vend ka prodhohen lider. I prodhuar një lider për momentin i cili me pru edhe Donald Trumpin me hin garë, është vështirë me mujt Albin Kurtin për momentin. Kjo është çfarë tha? Nashta pak shumë e quha. Donald Trump. Moje te kreni. Kurse nga epitetet e tilla poshtë neve. Kjo ishte një deklaratë për Facebook. Jo, sinqerisht mendoj që subjektet politike do të mendu me bën diçka në refreskim, po momenti është te Albin Kurtit. Ai nuk po shkon të Roja, është halon Kurti duhet sfidohet. Po jo, unë po tham që duhet sfidohet, po ata që sfidojnë e dinë shonse. Çfarë PDK kush e sfidon? Po e ka sfiduar vetveten më e buj dhe. Po në rregull, vetë ta përfundoj pastaj. Kush e sfidon PDK? Unë mendoj që PDK-ja do të provu me gjithë një kandidat tjetër, sepse që ta që i ka në kryesi, Çipia Demton edhe Ramiz Zadrufsi me Kseu nuk besoj që i ka met shumë kredibilitet me dal kandidat për kryeministër. Bile, unë sinqerisht po e tham, ty ditë edhe mentalitetin e njerëzve që jetoj me ta. Nëse s'bojnë zgjidhje të shpejt me afru, ky ka bëu hala më të madh. Jo, pa Agimaliu është fitues i fort për kryesi, por në kryesi është Agimaliu. Okej, po është kryesi. Dikur ka qenë edhe nën kryetar. Unë po them edhe një herë, zgjedhjet janë ofër dhe Ulani Ismaili ka arritur një rezultat fantastik në Prishtinë, mos ta harroj. Unë mendoj që kandidati më i përshtatshëm kishte qenë Ulani Ismaili, edhe e rujti, se të them personalitetin e tij edhe që nuk dul haptas me përkra përparim Ramën. Prandaj mendoj që Ulani Ismaili LDK-s ja ka zot ymrin politik përparim Rama Lumirit edhe për një parë zgjedhje, po ai e din që s'e sfidon ball Kurtin, sepse Kurti është në top për momentin. Ramushi? Ose Ramushi s'ka përgatit terren për me qenë dikant tjetër. Në fakt nuk bëhet kjo punë në momentin Ram hajt pjesën xhinën për provim, se s'në fiton. Po nuk e qet. Prandaj është, po edhe nuk besoj që e qet. Zoti Haradinaj do të më provojmë për me kalu pragun sa të munën me mbledh forcat me këta kryetarë që kanë qenë rizgjedh në ato komuna që po tham, unë mendoj që ky është ai momenti që Halili